Shife, unë shumë vështirë e kam, jo shifni vetë. Kam shu shpesh herë morëzu, për i gropave, për i gjane, pa drita, nuk shifet, asi gjanë. 100 herë kam shu morëzu edhe shife rrugën vetë. Më prishet për çdo ditë, mjeti, s'ka ku shumë leviz, shumë keq, shumë vështirë. Nga zideva, mundesh me leviz për shumë nëse ke një nevojë për me dalë? Po dorë ka me frikë, se s'ka drita, gropat e urzohem, kush ba morëzu, kush më qënë, vetëm. Shumë vështirë. Cili është apeli jote? Po apelim. Është pak të në shtrimin e rrugës, në rriqim dritash, se lene edhe tjetë ka shumë gjana. Uj s'ka, uj s'jes nuk ka, asi gjana. Shumë vështirë. Si me kanë kohët lartë, anë majtë dugazhinit, si me thanë. Shumë vështirë. Respekt. Këna një kilometër rrugë pa qitë. Pra na i shtetit në bjen nga pa... Kjo zonë është e pa për krahun me kohë, as me asfalt, as me ujësillës, as me drita, janë dritat për tokë, janë me rrezik familjesh me met fëmijan, me met njerëzit në kurrent, po gjithçka është problemi i asfaltit, si mund shkojnë një fëmijë në kohën e dimnit në shkollë, si mund shkojnë në kohën e verës prej pluhnit. Na po punojmë për me rritë fëmin, po kur nuk i shërben fëmis, është një keqe nesër për të gjithë. Ju përshpadikat i cekët. Pse është kjo reagim në këtë kohë? Pra, pse nuk keni reaguar më përpara, apo ka pasur tentativa nga... Na kena kërkue, kena kjajt, si që fëmija si kjanë për me marrë ushqim. Por nuk kena pas një prind për me ardhme në një muë me thënë kush është ka kjanë këtu. Na kena kja shumë kave tona, se gjithë kush ka qef me pas shfine vetë të mirë, e rrugën e vetë të mirë, pra nuk na u ka shërbye kur e herë. Tashin apo kjajmë për këtë problem. Se... Jeni drejtu ju për ankesat? Jena drejtu bashkisë në çdo kohë. Bashkisë, kry plakut, kry dresit e ndërës si smeret kush me këto punë, po i thomë si të dush, por nuk është marrë kush me këto punë. Katastrofë për shtetin, se le për neve. Për shtetin me pa dikush, i turist, a i njëri... 2025 s'ka ku ka hoti i. Kjo është jashtë norma, njerëzore.